Albania Space, kanali më i ri në YouTube. Subscribe, like dhe comment kanalit më të ri të shqiptarëve anë mban botës. Alia dhe Cihan zhvillojnë seancën e tyre gjyqësore. Tashmë, Boran ka rifituar identitetin e tij ligjor dhe për këtë arsye martesa mes Alias dhe Cihanit shpallet e pavlefshme. Gjykatari nuk kishte asnjë zgjidhje tjetër përveç se ta merrte këtë vendim. Pas përfundimit të seancës, Alia dhe Cihan dalin nga salla e gjyqit dorë për dore. Kjo pamje nqeh jashtë mase Boranin. I mbushur me inat, ai afrohet dhe i bërtet Cihanit: "Hiqe dorën nga gruaja ime." Alia reagon me njëherë dhe i thot: "Çfarë po bën? A je në vete? Unë nuk jam gruaja jote. Hiqe nga mendja. Unë do të ndahem nga ti." Cihani përpiqet ta qetësoj Boranin duke i thënë: "Qetësohu se po ma qaron. Mos e mërzit Alian time." Në këtë moment, Eçmeli përfiton nga situata dhe i shtrin dorën Boranit, duke i thënë se ai thjesht po kërkon atë që i takon. Kjo sjell reagimin e ashpër të Sadakatit, e cila i thot Eçmelit: "Nuk ke punë këtu. Mos fol marrëzira." Eçmeli vazhdon ta helmoj mendjen e Boranit, duke i thënë se nuk është ai fajtor për gjithçka që i ka ndodhur, por familja e tij. Sipas Eçmelit, ata janë shkaktarët e çdo dhimbjeje në jetën e Boranit. Sadakati e ndërpret ashpër: "Ik dhe hidh helmin tënd diku tjetër, jo tek fëmijët e mi." Pasi Eçmeli largohet, Borani shpërthen ndaj familjes: "Çfarë vëllëzërish jeni ju që i lejoni këto gjëra? Shikojeni Eçmelin, që e quani vrasësin tim, ai po më mbështet, ndërsa ju jo." Ndërkohë, Alia dhe Cihan i premtojnë njëri tjetrit se nuk do të heqin dorën nga dashuria e tyre. Sahini i drejtohet Eçmelit me tone të forta: "Mos na fol për prindërim. Ti nuk ke qenë kurrë baba për ne. Thjesht do ta përdorësh edhe Boranin në lojrat e tua të pista." Alia dhe Cihan vendosin t'i tregojnë Denizit të gjithë të vërtetën për ndarjen e tyre dhe çdo detaj, sepse mendojnë se djali duhet ta dijë realitetin. Ata madje planifikojnë ta marrin Denizin me vete dhe të mos e lënë më në konak. Alia është e frikësuar se mos Denizi refuzon të vijë me ta. Të gjithë i thonë Boranit se duhet të zgjohet nga iluzionet, sepse ai ishte ai që i shkaktoi të gjitha këto dhe ishte vetë ai që detyroi Cihanin të martohej. Tani duhet ta pranoj faktin që Alia do të largohet nga konaku së bashku me djalin, por Borani refuzon ta pranoj këtë realitet. Denizi zgjohet nga zurmat dhe pyet: "Çfarë keni? Pse po ziheni dhe pse po bërtisni?" Cihani dhe Alia i tregojnë se janë ndarë. Denizi mërzitet shumë, por ata përpiqen t'i shpjegojnë se gjërat nuk janë ashtu siç duken. Alia mundohet ta bindë, por Denizi i mërzitur largohet dhe thot se nuk do të lëviz nga aty. Denizi u kërkon që bashkohen dhe të martohen sërish. Borani ndërhyn dhe i thot: "Unë jam babai yt tani." Alia i shpjegon Denizit se ata nuk u ndan sepse nuk e duan njëri tjetrin dhe se Borani është babai i tij dhe se të gjithë e duan. Denizi, me maturi të pabesueshme për moshën e tij, thot: "Unë të dua ty, babi Boran. Do të iki me mamin tani, por do të kthehem në konak kur mami të martohet sërish me Cihanin. Ata e duan njëri tjetrin." Borani shpërthen nga brenda, por përpiqet ta mbajë veten para djalit.